Krimi rënd në familje mes ditën e 2 janarit, tronditi jo pak qytetin e Orikumit, pasi Llogorat Xhebroj dhunoi për vdekje bashkëshorten e tij, Sose Xhebroj, dhe më pas 52 vjeçari dha fund jetës, duke u vetë vrarë me armë zjarri. Ngjarja e rëndë ndodhi brenda pak orëve në banesën e tyre në Orikum. Pas konflikteve të vazhdueshme, mësohet se çifti ishte drejt divorcit dhe prej një muaji, 48 vjeçaria Sose Xhebroj jetonte pranë familjes së saj në fshatin Dukat. Debatet kulmuan së fundmi në banesë, kur burri e dhunoi fizikisht gruan dhe më pas e mbyti me duar, duke e lënë të vdekur në dhomë. 2 djemt, të cilët nuk ishin në shtëpi në momentin e krimit, pasi i telefonuan nënës së tyre dhe nuk morën përgjigje, u kthyen në shtëpi. Kur pan nënën të pajet, ata njoftuan qendrën shëndetësore të Orikumit. Ambulanca dhe policia mbërritën menjëherë në vendngjarje, por ndërsa trupi i gruas po transportohej për në morg, bashkëshorti u vetvra me pistolet në garazh. Pranë tij, policia gjeti një armë tip Glock dhe një gëzhoj kalibër 9 mm. Fqinjet e çiftit thanë se nuk e dinin për situatën konfliktuale të bashkëshortëve, pasi i shihnin ata që punonin së bashku në biznesin e tyre. Sose dhe Llogorat Xhebroj ishin ndarë para 2 vitesh, por ishin ribashkuar në një përpjekje për të shpëtuar martesën. Megjithatë, pas një muaji në konflikte të vazhdueshme, çifti u rikthye rrugës së divorcit, por tashmë me një fund tragjik.